Në fakt, nuk dua ta them që Bia Khalifa mund të jetë e preferuara e produksionit, por kërcënimi që u bë kundërdrejt Albës nga ana e Bia Khalifës natën e mbrëmshme ishte pak shokuese. Gjatë një diskutimi që po bënin të dy vajzat brenda në pjesën e dhomës së ndenjës, Bia dhe Alba ju e dini që kanë një lloj armiqësie që jashtë. Unë nuk do ta quaj armiqësi, por po shndërrohet në një lloj armiqësie mes të dy vajzave. Do të thoni pse? Sepse Bia Khalifa dhe Alba Pollozhani kanë një lidhshmëri të afërt në jetën e tyre sepse kanë ndarë shtratin me të njëjtin partner. Do me thënë Alba u lidh dhe pati një afat kohor, një lidhje jashtë shtëpisë fermës VIP me Lim Hotin, një banor të asaj shtëpie, dhe një histori të tillë pati edhe Bia Khalifa me Limin, do me thënë të dy gocat kanë patur lidhje dashurie me Lim Hotin. Tani, ku qëndron problemi? Bia është një karakter shumë i qetë, do me thënë, por kur del në agresion, ajo tregon të vërtetën. Unë besoj të ky fenomeni që ne kur acarohemi, kur revoltohemi, kur jemi të nervozuar, e themi atë që ne vërtet e kemi për ta thënë dhe e mendojmë. Mendoj që nervoza ta nxjerrën gjysmën e të vërtetës nga gënjeshtra. Dhe pikërisht Bia natën e mbrëmshme e kërcënoi Albën duke i thënë që unë ty do të bëj një surprizë, por jo vetëm ty, të gjithë banorëve. Do të thënë Bia ka një informacion që Lim Hoti përflitet brenda produksionit që mund të bëhet pjesë e asaj shtëpie, ose Bia mund të ketë patur kontakt me Limin para se të futet brenda në shtëpinë e Big Brotherit, dhe Limi mund të ketë patur një ftesë më herët për të qenë pjesë e kësaj platforme digjitale, dhe mendoj që Bia dhe Limi do t'i kundërvihen Albës në mënyrë shumë interesante. Do të thoni pse? Sepse tjetër surprizë nuk ka Bia se çfarë t'i bëj Albës. Përpos që ta sillën Limin Big Brother, të përqafohet me të rikthen ndjenjat me të, dhe të ndërton një lidhje në sy të Albës që Alba të ndihet keq. Dhe ajo urrejtja që në fillim ne e quanim si shoqëri, do me thënë nuk ka ndodhur në popullin shqiptar që dy ish partnere të një djalit të shndrohen në shoqe, të bëhen mike dhe të kenë një aleancë të përbashkët. Nuk ka ndodhur fare. Do të thënë Alba në fillim e komplimentonte Bien, Alba këtu më duket pak më e sinqert, më e drejt për drejt, më e vërtet, ndërsa Bia më duket si ato minte vegjël që do me thënë nuk e bëjnë zhurmën, por e bëjnë të lovin. Dhe mendoj që Bia me atë qetësinë e vet, me atë stilin e saj, do me thënë trupin, pamjen e tjerë, mundohet që ta thumbon Albën, dhe ky kërcënimi për surprizën, siç duket e nxori blof edhe produksionin, që produksioni i bie që dhën ka informacione të Bia Khalifa, dhe Bia Khalifa ka informacione se çfarë do të ndodhë dhe kush do të futet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, sepse ishte Bia ajo që e prishi marrëdhënien me Alba Pollozhanin. Nëse do të kthehemi që në natën e parë, Alba ka folur fjalët më të bukura për Bien dhe ka komplimentuar në fakt pamjen edhe dukjen e Bies. Unë mendoj që Limi do të bëhet pjesë e Big Brotherit, dhe Bia ka një informacion, dhe me këtë informacionin ajo kërcënon Albën, sepse të dy gocat kanë nisur një luftë jashtëzakonisht të madhe, që Bia në fakt duket që në pamje se e di qëllimin, ndërsa Alba nuk e di qëllimin se për çfarë ndodhen e gjithë kjo dinamik brenda asaj shtëpie mes saj edhe mes Bies. Sepse Alba shikoi që nuk e quan të mirëqen dhe nuk e vën në diskutim lidhjen që Bia ka patur jashtë me Limin, ndërsa Bia disa herë ja ka përmendur Albës së lidhjen me Limin. Kjo nuk kupton që Bia këtu tregon një lloj xhelozie dhe ka një lloj urrejtje kundërdrejt Albës që realisht dëshiron t'i hakmerret. Si e shikoni ju këtë?